Ju përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, do të flasim për protestën, dita e 31 zhvendoset tashmë përpara SPAK-ut, bëhet kallëzim, ndërkohë vetë kreu i SPAK ndodhet duke raportuar në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Për të diskutuar këto dhe zhvillimet të tjera, më lejoni të prezantoj të ftuarin, është zoti Gylsen Zhëllima, avokat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po, zhvendoset fizikisht tashmë protesta tek SPAK-u, ndërkohë kreu i SPAK-ut vetë raporton në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore, Zhëllima. Duhet keni parasysh që e gjitha kjo që... Dy zhvillime në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, po duhet keni parasysh që protestuesit që shkojnë përpara SPAK-ut nënkuptojnë edhe një mosbesim ndaj SPAK-ut dhe prandaj po bëjnë një veprim të tillë duke ndërgjegjësuar dhe duke vendosur në lëvizjen SPAK-un, që t'i thënë që a je në shërbim të kushtetutës pra të pushtetit që të ka dhënë sovrani, apo je në shërbim të partisë e cila është në pushtet aktualisht. Dhe këtu është tani matja... Pas të një pasnjëshme që janë bërë 30 ditë nga sheshi. Nga sheshi, sigurisht, po mos harroni edhe një fakt tjetër që protestuesit dje ishin në parlament, u pa mënyra se si u dhënuar nga policia e partisë, sepse duhet të bëjmë një diferencë midis policisë së shtetit dhe policisë së partisë, dhe nga ana tjetër ju e shikoni sot që po protestuesit shkojnë përpara SPAK-ut dhe depozitojnë një akt shkresor me disa faqe projektimi që zoti Rama ka bërë me të tjerë për të tjetërsuar pronat e shqiptarëve. Tani, në aspektin procedurial, duhet kemi parasysh që depozitimi i këtij aktit nënkupton një akt deklarativ që ata të bëjnë, pra që të kapësh elemente veprës penale kërkon hetim të thelluar, por hetimi i thelluar nuk mund të zgjasë më shumë se 2 vite në rast se SPAK-u e merr me seriozitet punën. Në rast se SPAK-u nuk e merr me seriozitet, po thjesht hap derën tek protestuesit, thjesht sa për të dukur që nuk është si puna e zotit Dumani, i cili la qytetarin, i cili vdiq për shkak të kredive dhe nuk e priti sepse ishte super i privilegjuar i Jurikim zoti Dumani dhe e la të vdiste dhe vdiq një person në dyrët e SPAK-ut. Kjo është krim shumë i rënd edhe penal, por edhe moral për zotin Dumani që nuk e priti, ndërsa zoti Brau hapi dyert, ato bërë një procedurë të shkurtër, pra nuk pati një tendencë që të bllokonin qytetarët. Pra një diferencë e vogël, por e rëndësishme është që djalli fshihet në detaje, duhet ta themi edhe këtë pikërisht. Për sa i përket pjesës tjetër të 31 ditë protest, nënkupton që zoti Rama është në një situatë të vështirë për mendimin tim. Do doja të ndalesha pak më gjatë Zhëllima tek SPAK-u, sepse Albania Files që ka qarkulluar prej ditësh, tashmë duhet ishte parë, dëgjuar, po edhe shfletuar nga SPAK-u. Firmosur 140 kulla, 10 resorte, fshatra turistike, madje edhe projekti Zvërnecit për të cilin kryeministri kishte pretendime se nuk ekzistonte në atë libër, ekziston tashmë. Do duheshin që protestuesit të trokisnin zyrtarisht tek institucioni i posaçëm që të merrnin masa. Pra nuk shikojnë, nuk dëgjojnë, nuk lexojnë. Nuk lexojnë. Dhe a do të ketë reagim? Duhet keni parasysh diçka. Zyrtar flas për këtë çështje. Po, e kam thënë vazhdimisht do të themi. Ata të cilët paguajnë me taksat tona, polic, ushtarak, shik, prokuror, gjyqtar, të gjithë këta kanë për detyrë të mbrojnë shtetin shqiptar, jo pushtetin e Edi Ramës. Dhe duke parë projektin që ju sapo cituar, duhet keni parasysh që ata nuk kanë vullnet për të ndihmuar dhe për të mbrojtur shtetin shqiptar. I vetmi vullnet është se si të ndihmojnë dhe të mbrojnë pushtetin e Edi Ramës, po kjo nuk tregon që ata po janë në shërbim të shtetit shqiptar. Çdo punojës i shtetit shqiptar, përfshi këto hallka që unë përmenda më përpara, sigurisht duhet punoj për shtetin shqiptar, po në rastin konkret nuk punon dhe sigurisht që ajo që është përsëri e pasigurt në këtë vend është që vendi jon është në një situatë ku mbrohet pushteti dhe jo shteti nga ata të cilët paguajnë me taksat tona. Prandaj janë të verbër edhe nuk shikojnë. Dhe prandaj nuk do bëjnë një hetim ashtu siç duhet. Por është një problem ky për zotin Rama sepse ai do të ketë një pothuajse një situatë të ngjashme, po thjesht me mënyra ose me
pasivitet, pastaj aktivitet dhe vazhdimsi, përsa i përket pjesës së protestës që bëhet edhe ndaj te kryeministria dhe të imponimi që populli do të bëjë SPAK-u për të hetuar jo vetëm këtë projekt, por edhe projekte të tjera. Lidhur me projektin e Zvërnecit, ju duhet keni parasysh se si zoti Rama po na mashtron publikisht. Ju, në rast se merrni një leje ndërtimi dhe keni një objekt të cilin doni ta prishni, ju sigurisht që duhet merrni edhe leje prishje të objektit të mëparshëm, që të bëni edhe leje të merrni në lejen e ndërtimit. Më thoni mua, ku ekziston praktika që ne jemi në diskutime paraprake dhe projekti nuk ka dalë akoma, po jemi në diskutime paraprake kur ndërkohë disa akte shkresore kanë dalë. Do thotë kush mashtron administrativisht edhe politikisht qytetarët shqiptar. Pra, ke qeverisja e këtij vendit dhe deputetët e Partisë Socialiste që duan të mashtrojnë që nuk ka ekzistuar asnjë projekti në Zvërnec dhe rasti konkret ai libër tregon që ka ekzistuar. Jo ai rast vetëm, por edhe 140 kulla, resorte dhe shumë veprime të tjera të cilat nuk është miliona metër katror ndërtim. Nuk është thjesht projekti i zotit Rama për zhvillimin e Shqipërisë. Është projekti i zotit Rama dhe Partisë Socialiste, pra Partisë Punës, për të shkatruar shqiptarët, Shqipërinë dhe për mos t'i dhënë kurrë zhvillim dhe dinjitetin e vet ashtu siç duhet ta ketë dhe trashëgiminë kulturore dhe atë patjetër kombëtare, sepse ju duhet të keni parasysh që shumë vende të huaja, atë që ruajnë shumë është dinjitetin dhe ruajnë edhe identitetin e çdo personit që mos të përfshihen. Edhe integritetin territorial, le ta themi. Tani integriteti territorial ti kur je pjesë e NATO-s, do të cenohet integriteti territorial, cenohet kur nuk je më pjesë e NATO-s. Jo, kushtarakisht, nuk e kisha në këtë sens. Edhe atë, për atë them. E kisha në sensin e ligjit të ri që pritet miratohet në parlament për t'i shitur toka bujqësore shtetas. Edhe ajo mund të ndodhë, po në rast se flasim për aspektin e territorit, kur ikën nga NATO, sigurisht do të dyshosh nesër a do t'jesh me ato kufi që je sot. Por ne mos ta çojmë diskutimin atje ku don zoti Rama, por ne duhet ta çojmë diskutimin aty ku është aktualisht. Pra, protesta provoj të qytetarët shqiptar që jemi këtu, ne nuk është se jemi të paguar nga të huajt dhe u provua kjo gjë, dhe ajo që është akoma më e tmerrshme që ende nuk po bëhet asnjë veprim nga zoti Rama, është që nuk pyet për askënd dhe bën veprime të kohës së vjetër. Çfarë do të thotë? Merret me gjithë njerëzit për sa i përket jetës së tyre. Kush u merrte me njerëzit çau bënin me jetën e tyre? 1944, 1990, e në vazhdim pak a shumë, po gjithsesi në atë periudhë u ishte Këshilli i Lagjës. Pra, zoti Rama rikthehet në ADN-n politike që ka qenë dhe është ende, dhe nuk mundet na sigurojë ne një person i tillë të na sigurojë ne atë që thot në Bashkimin Evropian. Në rast se zoti Rama mendon se do na çojë në Bashkimin Evropian në kushtet të Bashkimit Sovjetik, eja ta diskutojmë, po mund të ndodhë edhe kjo. Por në sot Rama edhe ose Partia Punës, Partia Socialiste nuk na çon kurrë në Bashkimin Evropian. Dhe me që jemi këtu, kanë filluar publikojnë edhe dosje penale, po nuk e di, parë nga këndvështrimi juaj se ju jeni specialist i ligjeve. Quhet dosje penale kur dikush është thjesht proceduar apo duhet shpallur i dënuar që të konsiderohet dosje penale? Po pra se proceduar nuk është provuar fajësia ende. Bravo, do të thotë që... Se kemi parë Ramën të ketë qasje tjetër ndaj të vetëve kur bëhet fjalë për t'i rregulluar këto termat procedim dhe dënim, dhe kur vjen puna për qytetarët që s'kan asnjë lloj pushteti, dhe pushteti i vetëm është thjesht fjala e tyre e lirë dhe drejta e tyre kushtetuese për të protestuar tund procedime, dhe nga ana tjetër të proceduarit e vet i mban në sqetull. Mendoj se një recetë psikologu dhe psikiatri ishte nevojshme të na japi një rekomandim dhe një skanim të situatës, mënyrës se si zoti Rama qaset në publik për raste të veçanta, sepse aty do kuptojmë mënyrën se si ai mendon disa fakte dhe mendon se si mund të mbrohet apo të bëjë një vetë mbrojtje. Gjithsesi kjo është puna e shkencës, nuk është puna jonë, ne do merrem me diçka tjetër që është më konkrete, duke i thënë qytetarëve që
koha e partisë punës nuk ka mbaruar, sepse ne shikojmë sot që dikush i cili votohet për të na sjell ose për të na mbrojtur sikur jetojmë në demokraci, na thot që merrem me historikun tënd, merrem me atë çfarë ke bërë ti në të shkuarën, por në aspektin penal duhet kuptojmë diçka. Në rast se ti mund të jesh dënuar, ai rehabilitohet persone. Ne kemi shpikur një ligj tjetër që ishte ligji i dekriminalizimit. Ky është një ligj mashtrimi. Pse është një ligj mashtrimi? Sepse pikërisht ky ligj nuk do parandalonte kriminalët të futen në funksione publike. Jo, ky ligj bëri këtë gjë për shkak se këta që kanë qeverisur këtë vendin janë marrë më të fortët, të cilët kanë qenë me pjesë më të madhe në angazhime të palishme, i kanë përdorur për t'i marrë vota dhe kanë shpikur ligjin e dekriminalizimit me qëllim që mos t'i kenë në këmbë në funksione publike, duke i thënë që shikon vllati i dënuar, nuk mund të fusë në asnjë vend. Kur është zbatuar ligji, jo, duhet të marrë votën. Kemi patur raste plot në parlament që i kanë ajo quhet fshehje. Pastaj jo, ajo quhet fshehje që kanë bërë. Edhe zbatueshmërisë së dekriminalizimit. Po, që kanë qenë me dosje penale dhe kanë qenë edhe janë akoma. Për shembull, ke akoma edhe njerëz të cilët jo në parlament, por për shembull ke rastin e Irena Gjokus. Tani ka një sekret këtu. Kush është sekreti? Okej, ti e mësove që je dënuar aktualisht, pra në mungesë. Tani ti duhet të shkosh të bësh një formular tjetër, edhe na deklarosh dënimin që ke mësuar. Dhe se ka bërë akoma. Se ka bërë akoma. Ndërkohë hetimet pushohen. Pra, hetimet pushohen. Pra do të thotë, ky person në rast se do të çojë formularin e dekriminalizimit tani dhe ta plotësoj, duhet të shkarkohet. E kuptoni ku në cilë situatë, prandaj partia po e ndihmon zonën Gjoka. Nuk jemi krejtësisht të vërtetë, se nuk mund thuash që s'ka patur dieni për sa kohë ka mandatuar njerëz të tjerë për të lobuar në shtetin fqinj ndaj vendimit të gjykatës. Jo, nuk do e bie dakord me ju për këtë, po unë do them këtë gjë. Në rast se ne i referohemi kodit të procedurës, kodi i procedurës parashikon që kur të kap me një pasaportë të falsifikuar, për të provuar falsitetin tënd ç'a bëj? Sekuestrimin e pasaportës. Pra do thotë që zonja në fjalë duhet të jesh sekuestruar nga shteti fshi pasaporta dhe s'ka se si mos të ketë dieni. Ky është mashtrim. Dhe diçka tjetër që unë dyshoj, te përkthimet e akteve që janë kanë ardhur, se di se si janë përkthyer dhe kush i ka përkthyer. Se më kujtove përkthimin, po Spaku ka qenë keq shumë me përkthimet, se mbaj mend një dosje të antimafjes italiane voluminoze që pretendimi deri atëherë ishte ndjes që do ta përkthejmë, nuk e di a janë përkthyer apo janë shumë faqe. Dosjet e partnerëve ndërkombëtar që i sjellin. Është në varësi se a gjet përkthyesi apo jo, a është i mirë, i dur apo nuk është i dur, se ka dhe kritere. Prandaj vendosin. Se mund të ndodhin edhe gabime njerëzore gjatë përkthimit. Po ka dhe mundësi të vendosin gabime, pastaj edhe përveç gabime mund të jetë edhe ajo që ti të thot teksti origjinal, ti të thot teksti i përkthyer. Po prandaj kisha gabimet në thojse. Jo, po prandaj dhe unë e thash kështu sepse është më mirë ta thuash, edhe pse sa ta bësh me shenja, sepse ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe prandaj duhet të themi të gjithë, sepse dikush tani një grua mund të jetë tani duke la pjata, të kupton, nuk na shikon, po na ndjek. Ne për respekt ja themi, thonjza edhe me shenja edhe me fjalë. Zhlima, ajo çfarë ndodhi dje përpara parlamentit ishte e pritshme në gjykimin tuaj, pra ajo dhunë policore ndaj protestuesve se hodhën vezë në adresë të makinave të deputetëve. Ka dhe një reagim sot nga Partitë Demokratike Europiane, e cila thotë se në ditën e 31 të protestave në Shqipëri, policia ndërhyri për herë të parë, pasuan arrestimet dhe ka diçka interesante që thuhet këtu, nëse bisedat e brendshme të pretenduara midis deputetëve socialist konfirmohen, mesazhet që thuhen se diskutojnë një kërkesë për ndërhyrje të policisë kundër protestuesve, kjo do të ngrinte një pyetje serioze për një vend që kërkon rrugën e Bashkimit Evropian. A mund t'i bëj presion fuqisë politike ndonjëherë zbatimi i ligjit? Protestat paqësore duhen mbrojtur, jo të heshten me forcë policore. Edhe është krejt e qartë, siç kanë qenë të qarta dhe të gjitha fjalimet që kanë mbajtur eurodeputetët në protestë. Zhlima, madje
njëra prej tyre tha kryeministri na ka dërguar email për të mos votuar të mërshme. Imagjinojmë ti tregojmë ne eurodeputetëve situatën në këtë vend, na quajnë tradhtar. A kupton ku kemi arritur? Pra Rama duhet duhet të mjaftuar vetëm kaq që moralisht zotria në krye të qeverisë të dilte dhe të përkënjështronte. Jo të përkënjështronte. Fap, çfarë i kërkojnë qytetarët në bulevard. Fap, ishte si punë e inceneratorsve. Fap edhe këto. Edhe po hetimi në pak akoma aty është dosje shumë e madhe, por e vërteta është kjo që reagimi i këtij grupit parlamentar në Parlamentin Evropian tregon qartazi që situata për zotin Rama nuk do të jetë mirë në rast se urdhrohet policia e partisë duke bërë aksion brenda protestuesve duke urdhëruar që të bëhet shoqërimi i tyre. Duhet keni parasysh diçka deputet të Republikës së Shqipërisë që goditja me vezë nuk kupton vepër penale të makina. Mirë, dhe sikur t'i marrin edhe të vendosin në një kazan aty plerash, ide interesante, ëndrash. I afruan disa kazandje. Po, nuk e di tani çfarë do bëjnë, është puna e tyre. Përsëri nuk i përbën një vepër penale, sepse duhet keni parasysh që kufizimi i lirisë duhet të bëhet për disa orë. Pra, nuk ekziston një minutë brenda kazanit dhe del pastaj. Po ligji është i barabartë edhe për më të barabartët. Ligji është i barabartë. Po ligjet në këtë vend janë bërë vetëm për qytetarët e zakonshëm. Vetëm për qytetarët e zakonshëm janë bërë. Po jo të ata të cilët janë të jashtëzakonshëm si deputetët e Partisë Punës, që kur kanë një hall personal vendosin që ta normojnë si ligj, që të mbrojnë hallin e tyre personal. Prandaj unë dua të them që qytetarët ishin në të drejtën e tyre, uroj që mos të ketë prokuror që i shërbejnë partisë dhe gjyqtarë që janë noter që i shërbejnë partisë në rastin e protestuesve. Uroj që policia e partisë të kujdeset sepse duhet të kuptoj që duhet të jetë policia e shtetit dhe jam i bindur që deputetët e Parlamentit Evropian do të kenë edhe reagime të tjera për zotin Rama, jo vetëm në vazhdimsi të protestës, por edhe në raportin e 2016-ës ose më mirë 2027 për 2026-ën, duhet të keni parasysh që do të ketë disa kundërshtime serioze lidhur me mënyrën se si zhvillohet demokracia në vend dhe më lejoni që në 2027 do të kemi zhvillime të tjera në Bashkimin Evropian që do të ketë patjetër një qasje tjetër për antarësimin e Bashkimit Evropian të shteteve të cilët po presin që të futen në Bashkimin Evropian. Pra do të thotë që zoti Rama duhet të ketë durim dhe mos të nxitohet të bëj veprime sepse mandati i eurodeputetëve mbaron në 2029 dhe mandati i disa miqve të tij që vijnë nga Partitë Socialiste Europiane mbaron në 2027. Prandaj uroj që të ketë pak maturi kur të veprojë dhe të reagojë në veprime të tilla kur ka të bëjë me demokracinë. Për herë të parë dje avokati i popullit. Jo, shiko, të vërtetën, aty po, është pozitive që u shfaq. Nuk e di, u keq kuptua, por të keni parasysh diçka edhe kam sqaruar tek ju dhe duhet ta sqaroj. Kjo nuk është mbrojtje për zotrinë në fjalë, por avokati i popullit nuk mund të shfaqet të një protestë kur nuk ka një konflikt me policinë. Pra, tek protesta e tretë, datës 3 apo 4, si u bë një konflikt, çoi komisionerët me sa pashun, çoi komisionerët në komisariate. Avokati i popullit nuk mund të marrë në pjesë në një protestë kur bëhet paqësore, sepse gjithë këto protestat, përveç njëra që provokoi policia, që ishte ndeshja midis Izraelit dhe Shqipërisë, aty u pat një konflikt dhe po u shujt konflikti, nuk u vazhdu më dhe mbadje nuk ka patur dhe procedime. Po s'pati ndonjë raport avokati i popullit për këtë çështje. Një sekond, jo, raporti del pasi bëhet hetimi, nuk del raporti shtyp enter aty dhe marr. Sa duhet për këtë hetimin? Jo, thjesht duhet të kemi parasysh diçka. Aty nuk është se u proceduan qytetarët dhe shkuan edhe u shoqëruan në komisariat. Pra, ai sulmi me autobote, ai konfrontimi aty nuk ka ai tregon që policia ka bërë një veprim të palishëm, por avokati i popullit do ta marrë, do ta hetojë, do ta shënojë dhe do t'ia çojë institucionin përkatëse. Atë e bën, por tani që të ketë një reagim avokati i popullit ishte mënyra se vajti dje në komisariat ishte një gjë pozitive. Sepse protestuesit të refuzuan. Nuk ka lidhje. Unë mendoj dëgjoj tani, do të kemi parasysh diçka se jemi lodhur tani duke u përça djathas majtas. Tani,
të vjen një person për të dhënë një ndihmë. Ai është simboli mos përçarje se është avokati i popullit edhe me firmat e deputetëve opozitarë. Dhe të Partisë Demokratike, jo të Partisë Demokratike. Po sa Partisë i Demokratike. përfaqëson qytetarët. Tani sa i përfaqësosh muhabet tjetër, por e vërteta është që prezenca e tij tregoi që këtu është avokati i popullit. Tani, a do të japi atë shërbimin e duhur apo jo në vrejtje që do të gjej apo në konstatimin që do të gjej kundrejt administratës publike është gjë tjetër, po do të keni parasysh diçka që të sqarojmë qytetarët shqiptar. Avokati i popullit nuk është përfaqësuesi jot në procesin penal. Ta sqarojmë, avokati i popullit ka vetëm për detyrë të merret për sa i përket keqtrajtimit që bën policia kundrejt qytetarit për kryen e detyrës të punojës të policisë. Po jo që avokati i popullit përfaqëson qytetarin në procesin penal i cili po nis. Ka diferencë njëra me tjetrën. Nuk ka lidhje avokati i popullit. Patjetër. Thjesht vetëm bëjmë saktësim. Pra, çdo punë, e them vazhdimisht, merr avokatin tënd. E kupton, në procesin penal. Dhe prandaj nuk duhet të bëhet edhe një keq kuptim tjetër që avokati i popullit, një keq kuptim tjetër, i përfaqëson popullin në çdo procedim penal. Se bëhet një keq kuptim dhe kakofoni që qytetarët mendojnë se kur avokati i popullit do merret edhe me hallet e pronave. Sepse ngatrojmë mbrojtjen që avokati i popullit do t'i bëj popullit në tërësi me institucionet dhe avokati i popullit duhet të ndëshkojë institucionet. Këtë nuk e kemi arritur. Dhe kjo duhet arritet si duhet arritet? Me fuqizim të rolit të avokatit popullit përmes parlamentit, që avokati i popullit kur çon një letër, dihet që punojësi i policisë o do zbatoj detyrën, o do shkojnë në burg, o do shkojnë në shtëpi. Dhe këtë kush e ka për detyrë? Ta bëj ligjvënësi. Dhe ligjvënësi jon ka bërë disa gabime. Presidentin e Republikës e ka telendisur si institucion. Gjykatën kushtetuese i ka hequr atributet të cilët ka patur më përpara më të mirat, më të jashtëzakonshme, çfuqizonte jo vetëm ligje, por kthente edhe marrëveshje. Këto i ka bërë ligjvënësi. Pra, ti si popull kërkoj që të normohen ligje që ai i cili do përfaqësoj popullin të ketë mundësinë dhe maturinë kushtetuese që të përfaqësojë. Mos zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ana e Kush e ka bërë këtë? Kush e ka bërë këtë? Unë e di. Ka zhveshur gjykatën kushtetuese nga Po kush e ka bërë një ligjin? funksioni që ka. Po kush e ka bërë ligjin? PS-ja PD-ja ka bërë, unë e kam bërë. Gjykata kushtetuese del me një vendim dhe thotë është antikushtetuese. Më fal edhe një herë, ligjin për gjykatën kushtetuese kush e ka bërë? Gjykata kushtetuese vet. Edi Rama sa Sali Berisha e kanë bërë. Qartë pra. Pra atë po t'i sqarojmë qytetarëve. Edhe avokati i popullit që është në këtë mënyrë. Antikushtetuese, atëherë lim detyrë parlamentit dhe qeverisë të kthehet pas. Edhe një herë, po ti kur je ti ligjvënës, edhe i thu gjykatës kushtetuese ti më nxjerr vendim. Dhe unë si ligjvënës, prap, shkoj tek ligji për ekzekutimin e vendimeve, edhe e telendis në dispozitën për ekzekutimin e vendimeve, do të ekzekutohet vendimi gjyqësor kundrejt qeverisë, kur unë vetë bëj edhe rregullimin, bëj edhe normimin, bëj shfuqizimin, bëj shkatrimin dhe bëj telendisjen. Si me dekretet e presidentit. Nuk e kundërshton presidenti me dekret, e rikthejnë parlament, e votojnë dhe gjithçka është në rregull. Po, kush e ka bërë këtë? Se tani më falë, do të bëjmë, prandaj bëra një diferencë midis avokatit të popullit. Kryetari i Këshillit që mos shkojmë vetëm tek avokati i popullit, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, çfarë është? Ai që duhet të tundi dhe të shkundi institucionet shtetërore. Çfarë bën? E tundin. Imagjino te Akshi nuk afrohet dot kontrollit të shtetit. Te kryeministria jo. Institucioni kushtetues i Republikës së Shqipërisë, kontrolli i lartë i shtetit nuk e lejojnë të ushtrojë funksionin. Jo më te kryeministria, jo aty nuk e lejmë, jo më te kryeministria që bëhet nami s'ka shku të bëj auditim asgjë. Dhe ne kemi shtet ligjor, shtet të së drejtës dhe do shkojmë Bashkimin Evropian. Bashkimin Evropian me kushtet e Bashkimit Sovjetik, po, Bashkimin Evropian dyshoj. Tani, dëgjoj pak të them diçka tjetër që duhet të jetë pak konkret. Po. Që të bëjmë edhe pak një kritik tek vetja jonë, por edhe tek ata të cilët kanë një funksione publike, të cilët të kritikojnë pak veten e tyre. Po. Tani, e vërteta është kjo. Çajmi ne për ligjet. Duhet të pyesim veten, më fal, ligjet kush ka votuar? Për shembull, të bëj një krahasim tjetër. Çajmi ne për pronat. Po mirë, kush bërë shkatrimin e pronave që mori tek pronat edhe i shtetëzoi për veten e vet? Partia Komuniste. Po si ka mundësi që fajin ta ketë një parti tjetër që nuk e ka bërë këtë shkatrim? Se lind pyetja parë. Për shembull,
si ka mundësi që të drejtësia këtu që ka e pavarur e pa anshme, kundërkohë në kohën e komunizmit, i Kiço Ngjela, Beqir Balluku ishin shërbëtor të regjimit, në fund fare prishën marrëveshjet e tyre, regjimi i pushkatoi ku e diun çfarë i bëri, edhe Joqi Qafe, ndërsa sot ne kemi një sistem tjetër drejtësie i shitur sikur është i reformuar dhe kështu me radhë mashtrime, që nuk kupton çfarë, që kemi në mënyrë të çuditshme, ma gjeni ku ekziston në një vend të botës, një gjë shumë e thjeshtë dhe duat me fakt. Çdo 3 muaj, çdo 6 muaj, një person i partisë shkon në burg, pra i Partisë Socialiste. Kjo do thotë, o manuali është në vazhdim, o drejtësi nuk ka, sepse nuk ka mundësi në një vend i cili thotë që unë po të çoj përpara vendin, sepse vendi është në drejt një arritje spektakolare për në Bashkimin Evropian, ndërkohë ti përdor manualin e asaj të kohe. Do një themi emra, Semita i Hameta i Balluku, të gjithë këta me radhë. Si ka mundësi të gjithë këta të kenë probleme me drejtësinë shqiptare? Do të thotë që o janë këshilluar gabimisht nga një person që i rrethon, o kanë bërë diçka vetëm, po të bësh diçka vetëm në pushtet pa një konsultim në një formë bashkëpunimi dyshojmë. Edhe për më tepër ky libri i fundit që është dorëzuar në SPAK e tregon që çdo metër katror gjithkund është fantazia e vetëm dikujt në këtë vend. Zhlima, po mirë, dhunën policore, institucionet të tjera të drejtësisë përveç avokatit të popullit, a kanë tagrin detyrimin ligjor për ta parë dhe për të reaguar edhe për të hetuar edhe për të ndëshkuar? Në rast se do të ishim edhe të jetonim. Si ngjanin të gjitha pyetje retorike ngjanin. Jo, prandaj edhe unë tani në këtë moment ku ju bëni një pyetje, unë tani mendoj të dal pak nga Shqipëria të shkoj në një vend europian ose që nuk është Bashkimi Evropian, Suedinë edhe Zvicrën. Në rast se do të kishim këto institucione, standarde, sigurisht që një prokuror në Zvicër duke parë lajmet se jeton, sepse kanë një çudi këta prokurorë dhe gjyqtarët tanë këtu në Shqipëri, edhe këta këshilli i lartë gjyqësor, këshilli prokurorisë, këta këshilla që janë zero. Pra, këshilli i lartë gjyqësor për shembull, e vrau gjyqtarin e vet që kishte në apel. Sa ai e vrau. Nuk është e vrau ai që i rasi plumbin. E kushteve. Sot ti shikon, gjyqtarët nuk kanë salla, KLG-ja nxjerr raporte se ku përbën nami me sistemi gjyqësor apo KLP-ja që i bën fres njëri tjetrit me radhë. Tani, ose ai thoshte do pish kafe me mua tek ai brau kështu me radhë. Tani, shkojmë tek Zvicra. Një prokuror do thoshte m'fal, ti e punojës policie, për në atë moment je në krye të detyrës. Dhe prokurori i gatshëm për të garantuar rendin dhe sigurinë publike të protestës. Sepse prokurori është për të mbrojtur interesat e shtetit dhe nuk është prokurori për të mbrojtur interesat e partisë ose të pushtetit. Dhe prandaj prokurori i gatshëm quhet i gatshëm dhe gjykatësi i gatshëm që të jetë aty në vendin e ngjarjes. Dhe po nuk është aty, të paktën në rast se jetojnë në Shqipëri, të hapin në televizor, që të shikojnë realitetin me sy. Tani, vim Shqipëri tani të lutem, se mjaft çova jashtë shtetit, tani këtu, kush do guxojë të prishi marrëveshje me Edi Ramën dhe në pushtet me Edi Ramën? E di pse? Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk kanë nevojë fare as të shpifësh, asgjë. Kur u ti gruan ose burrin e ketë avokatura e shtetit, më fal, si do unë si prokuror do ju dal kundër pushtetit? Jam thuaj. Shumë e thjeshtë kjo. Do të shkojmë tutje lehtë, pastaj hapim telashe të tjera me të tjerë. Pra, për të tjerët. Jo, i kanë hapur vetë telashet, nëse këto janë praktikat. Jo, po të them unë thjesht, ata kanë hapur vetë telashe njëri me tjetër, sa ashtu e kanë pazaret e tyre. Tani, unë thjesht vetëm këtë të sota si shembull. Si prokurori i gatshëm do guxoj të thras punojësin e policisë që po shkel ligjin? Si një punojës i gatshëm, pra një prokuror i gatshëm do thrasë krye policin? Atëre, mani mend çfarë bëri Partia e Punës me prokurorët, ishte mesazh shumë i keq. Rasti i Veliajt atëre. E nënvlerësuan të gjithë, edhe e thash këtu, pas njëri nuk e mori konsiderat. Rasti tjetër, e mbani mend kur bëri Rama goditjet e gjyqësori në atë kohë në gusht të 2025-s, mirë, e thash dhe pastaj po edhe për në theth për një prokuror dhe kështu gjërash. Po e bëri kryeministri goditje ndaj këtyre, është e rrezikshme për sistemin e drejtësisë. Dhe çfarë bëri ai personi që shkoi vrau dhe futi plumbi gjyqtarit?
Se mesazhi u dha, kur thot pra, kur del kryeministri dhe godet gjyqësorin e vet, me emër dhe mbiemër, edhe me emër dhe mbiemër, ai fukaraj që është në mëshit fatet thot, ç'a do bëj unë vlla? Kur ankohet kryeministri, ç'a jam unë përpara kryeministrit? Dhe kjo është dhënë nga vetë punojësit. Pra, vetë KLG-ja. Dhe qytetar në sy kryeministrit në bashkëbisedimin që zhvilloi në Vlorë në Zvërnecë. Po, kur ti e kryeministër, ti qarsh. Na thua s'kam ç'bëj, po ne çfarë duhet bëj? Po një sekond, se këtu është tallje. Një sekond ta sqaroj edhe këtë tjetrën, po ta mbaroj këtë të parën. Tani duhet të kuptoni këtë gjë. Rasti i prokurorëve dhe gjyqtarëve është rast unik. Pse? Nuk zgjohen për të mbrojtur shtetin shqiptar. Në çdo kohë mbrojnë pushtetin. Ta keni të sigurtë. Pse? Se familjarët e tyre kanë lidhje me pushtetin. Unë nuk jam person që merr me familje, por unë vetëm këtë të thash. Në aspektin institucional. Vetëm lidhjet nepotike klienteliste janë problemi, thoni juve, po frika kanë? Tani frikë varet, tani po e ke gruan me në ministria dhe ka firmos, halli jote është dhe nuk halli im. Apo ke bankomatë, halli jote, unë nuk merr me këtë gjëra, nuk është puna ime kjo të merr me këtë gjëra. Unë po ju thash vetëm thjesht, të jetë prokurori i gatshëm, prokurore e gatshme, gjyqtari i gatshëm apo ai çfarë është ata. Dhe të marrë një vendim kundër personin që e ka në shtëpi që punon në shtet, pra nuk ndodh. Si do bëjmë tani të vëlla? Edhe kur të punojnë në privat, paktën është kapur ai nga instancat e tjera se partia të kap. Ka mekanizma, është mekanizm në kohë dhe në shtrirje dhe në zgjatim dhe në Zhlima, unë kam bërë edhe herë të tjera këtë pyetje dhe ndoshta shpresoj të keni përgjigje ndryshe. A kemi një SPAK tjetër sot nga i djeshme? Në ëndrat, po. Në realitet, jo. Pse? Sepse sot ne jemi në një situatë ku vetë Partia Socialiste, Partia e Pushtetit... Pra nuk ka asnjë ndikim, po thoni atë çfarë ndodh prej 31 ditësh në bulevard, as reagimet e institucioneve ndërkombëtare, fokusi i mediave më prestigjioze ndërkombëtare në Shqipëri. Ato kanë vlerën e tyre, kanë deri aty sa të ketë një reflektim nga ky institucion dhe jo vetëm, Tani, si kjo reforma e famshme e padrejtësisë thanë, do pastrojmë këta të vjetrit se vjedhnin shumë, se ishin të korruptuar, mirë, edhe këta të cilët vinë nga të vjetrit po u pastruan me thënza, mirë, do bëjnë namin duke bërë shtetin e së drejtës. Më falë, kur ti nuk e ke bërë ditën kur e ke shelur për të parë, se do bësh pasi ke kalu filtrimin duke u bë bashk dhe duke bërë pakt me atë që të kaloj në vetting. Të lutem tani. Të jemi realist. Tabela krimet e rënda SPAK, të gjithë të njëjtën mentalitet kanë në shërbim të pushtetit. Asnjëherë nuk do të ndodhë në këtë vend, sikur edhe magjistrati i parë 1991, edhe në deri në fund, ku ka një problem, nuk ndikohet nga ajo çfarë bëhet në rrugë. Pse? Se ata kanë një problem, janë në Everest. Edhe kush është Everesti? Maja më e madhe. Kur zbresin nga Everesti e kuptojnë shumë e vonesë, por është vonë. Dhe ne duhet t'i themi sot këtë gjë. Ka ardhur një moment që nga data 30 maj në vazhdim është paraqitur përpara juaj një fakt i cili nuk duhet të nënvlerësuar. Protesta. Po. Mbar kombëtare. Pasi del protesta, quhet edhe përplasja. Dhe kemi pikërisht disa përplasje. Dhe këtu i parë që të cenohet është zoti Rama. Po ai nuk e kupton dhe shqyr sepse nuk na dëgjon. Dhe është gjë shumë e mirë që s'na dëgjojnë, sepse ata kur nuk na dëgjojnë, bëjnë gabime dhe ne pastaj vazhdojmë zhvillimin dhe analizën e këtyre gabimeve. Çfarë mendoni që s'na dëgjon? Pse? Sepse po të na dëgjonin të pak do kishin marrë diçka dhe do kishin ndryshuar. Por rëndësishme e kësaj gjë është kjo, që pas kësaj date kemi të bëjmë me përplasje të pushteteve, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti ekonomik. Dhe ai që është më vulnerabël ndaj këtyre përplasjeve quhet Edi Rama dhe cilësia e kryeministrit. Pse? Sepse tek pushteti ekonomik duhet të keni parasysh që ndahen dy segmente. Zhvillimi ekonomik që flasim për ata që kanë lek dhe nuk marrin kredi për të thënë që kam lek, mirë? Se ka diferencë i pasuri me atë, po gjithsesi është mohabet tjetër kjo. Ndërsa segmenti tjetër quhet ai që merr PPP, hap një SHPK sot dhe ja jep partia ja jep atë tenderin, sikur s'ka bë asgjë, s'ka investuar, ka gjetë lek qyl. Tani këto të dy
Spaku i ka marrë dhe i ka përplasur me njëri tjetrin. Por këto të dy kanë lidhje me këto 3 pushtete që fola. Po këto të dy do ndërgjegjësohen, këtu është që s'duhet na dëgjojnë, do ndërgjegjësohen që kurthi që sot kanë përfunduar edhe segmenti PPP-ve, hap një SHPK edhe merre PPP, dhe segment që ka zhvillim ekonomik normal, jo duke marrë kredi, por ka qenë edhe ka pushtet, ka para, janë futur mix edhe Spaku tani i godet për interes të pushtetit ekzekutiv. Po e kanë kuptuar vonë, e di pse? Sepse këta ç'a bërën të pushtetit e kanë kuptuar vonë, po përplasja ka ndodhur. Tani po merr edhe këtë segment përpara, edhe segmentin e zhvillimit ekonomik, edhe pushtetin ekzekutiv, edhe pushtetin legjislativ, edhe atë ekzekutiv, edhe po bëhet një përplasje shumë e madhe. Dhe pikërisht qytetarët tani që janë në shesh, kanë një punë shumë të jashtëzakonshme që akoma nuk e kanë kuptuar ata që janë në institucionet e shtetit, por në shërbim të pushtetit. Sepse tani këta duhet të vinë në një nivel tjetër, të mbrojnë shtetin shqiptar, jo pushtetin e Edi Ramës. Në rast se këta shkojnë dhe ndihmojnë pushtetin e Edi Ramës, dihet që Spaku do të rrezikojë shumë gjëra për veten e vet si institucion. Dhe do t'i lindje e drejta partive parlamentare të rishikojnë Spakun për shkak të dështimit. Prandaj është një lojë shumë e madhe e drejta do t'i lindë drejta. E drejta për të rishikuar Spakun, për dhe detyrim për të rishikuar, sepse dhe rishikimi i Spakut si bëhet përmes parlamentit. Pra, imponimi që do të bëj sheshi tek Spaku do të jetë edhe 83, 140 nderuar, 140 deputet. Rishikim të mos funksionimit mirë të Spakut. 140 deputet, nuk më i përjashtoj unë janë 140 deputet të vinë në lartësinë e duhur dhe të shikojnë realitetin me sy. Kemi të bëjmë me përplasje pushtetesh. Dhe tek një pushteti ekonomik ke 2 segmente dhe pushteti ekonomik është më i fortë se pushtetet e tjera për shkak se ka lekun, por pushteti që është më i jashtëzakonshëm edhe ka pushtet absolut kush është? Pushteti legjislativ. Se përmes kuvendit normojmë ligje. Jam normoj ti në shesh ligjin se normon dot. Prandaj qëllimi i pushtetit ekonomik dhe segmenti që tham të oligarkisë së tyre ka gjithmonë edhe kërkon të ketë deputet në parlament. Prandaj them që ata jo vetëm deputet, edhe ligjet posaçme. Po normal, atje kalohet sepse me grup parlamentar, po gjithsesi aty kalohet, por e vërteta është që tek ligji personalizuar sigurisht kërkohet që ne duhet të ndajmë një gjë, edhe futem në një situatë tjetër që një analizë tjetër, duhet të ndajmë mënyrën se si normohen ligjet, në mënyrën se si jepen amandamentet, dhe këto gjëra nuk mund të përfshihen gjithmonë në veprimtari kriminale të Spakut si hetim, sepse duhet ka një do thoja diferencë dhe nuk ka lidhje fare vetëm me veprim kriminal, që të veprosh ti bashkëpunimin. Grupin kriminal duhet të vi e provuar me fakte konkrete dhe plan konkret. Jo për shembull, unë sot flas me ty dhe pas 100 vitesh do diçka edhe Spaku e merr të mirëqenë sikur ne kemi bashkëpunuar bashkë. Pra, duhet kuptojnë dhe institucion që sot po bëjnë hetimin, kujdesni, mos ju bëj Rama që të shkoni viktim në vend të Ramës. Ky është halli i madh të këto institucionet. Prandaj them mbroni shtetin shqiptar dhe jo pushtetin e Edi Ramës, sepse në rast se ju mbroni pushtetin e Edi Ramës, jam i bindur që Rama do ta gjejë artificën për të bërë viktima në çdo pushtet tjetër përveç pushtetit të tij. Dhe ai e ka thënë nuk kursej askënd nga përgjegjësia. Ata kanë përgjegjësi. Personale përveç unë avokat jam, nuk punoj në shtet, a kupton? Por e vërteta është ata që punojnë në shtet ta pyesin mirë veten e tyre se si veprojnë duke ndihmuar pushtetin. Po jo, ata veprojnë duke ndihmuar vetëm Edi Ramën edhe pushtetin e tij. Ata duhet të shikojnë kam një pyetje shtetin shqiptar. Si avokat çfarë do i këshilloje Ramës? Dorëheqjen e kam thënë. Jep dorëheqje shkon në zgjedhjet parakoshme. Ç'a dalin në kutinë e votimit? Po protestuesve çfarë do i sugjeroni? Angazhim politik në parti politike. Pra ju jeni pro një partie politike? Po se si do dil ti si UFO në rrugë dhe të japin vota. Ku ka? Ti së pari duhet të kuptosh diçka shumë të thjeshtë, edhe këtë e them vazhdimisht. Nuk e them as për ego as për gjë. Po doli i pavarur, mund të dalësh, nuk është gjë e keqe. Por gjithatë sakrificë që njerëzit kanë votuar, besojnë te ty,
Ku do ta çosh për shembull? Ai sheshi përmbledh të gjithë zhlimat, Jo, një sekond. ideologjisë, majti, djati. Po, të shkojnë të përfshinë në partitë e tyre dhe nesër ta konvertojnë atë reagim që kanë në shesh, ta konvertojnë. Po normale se kështu matet. Nuk ka më gjë një rrugë tjetër se si matet. Pra do të thotë, ne dalim në televizor, mund të pëlqehemi, po nesër qytetari nuk të voton se ka një bindje tjetër politike me ty. Më kupton, nëse ka një tjetër muhabet me familjarët e tij. Ça, do sakrifikoj ai ty për familjen e vet. Tani, ne ç'a themi? Ti duhet të vish në lartësinë e durrës që mund të sakrifikosh dhe familjen tënde për vendin që jeton. Se kjo është shërbimi më i madh që bën vendit. Nuk mund të jesh vazhdimisht viktim e viktimizimit. Por, ç'a ndodh në situatën ku jemi sot? Partia politike kërkohet që ato vota që ti do të marrësh në zgjedhjet e ardhshme, ti duhet t'i materializosh në frym dhe gradualisht në rritje. Pra jo në ulje, sepse ti kur të dalësh i pavarur, ti nuk ke mundësi më të materializosh grupin, ideologjin, përthithjen ose shpërndarjen e atyre çfarë ti ke bërë. Dhe gjithë ajo sakrificë që do të jetë konvertuar tek ty me vota, ti nuk e merr dot në materializim elektoral, që duke bëhe vende dhe konferenca kështu gjërash, duke i mbledhur njerëzit e tu, se shpërndahen. Pra, e vetmja forcë është këta që janë o të shkojnë në një parti politike ekzistuese, o të shkojnë të hapen një forum tjetër, që të kandidojnë me një emër sheshi, ose konferenca, ose çfarë do lloj emri t'i vendosin, që të shkojnë në zgjedhje parlamentare kundër Edi Ramës dhe kundër Sali Berishës dhe kundër partive politike, por me platformë. Nuk jam i mendimit që sheshi të jep një qeveri, po sheshi të jep sigurisht një gjë shumë të rëndësishme që i ka mohuar këtij vendit, dinjitetin e shqiptarit që të flaki frikën edhe të imponohet një herë për gjithmonë Edi Ramës dhe Sali Berishës që mos bëni viktim, sepse keni qenë ju autorët e kushtetutës dhe kodit zgjedhor dhe ju jeni autor të çdo ligji që normohet në kuvendin e Shqipërisë dhe mos më bëni viktimat edhe riviktimizoheni për shkak se njëri është qeveri, tjetri është në opozit. Prandaj, ky shesh duhet t'i tregoj atyre që në rast se ju thoni që ju ngel hatri për Rama Hamburg, Berisha Hamburg si del, unë i them, ju ngeli hatri për këtë? Po, shkoni, ndryshoni sistemin zgjedhor, hapni garën që njerëzit mos ju thënë juve të shkoni në burg, por ama ju të thoni vetes, po, unë e hapa garën sepse unë e dua demokracinë. Hapja e garës nuk është dobësi, po është një gjë shumë e keqe që quhet dinakri dhe nuk është zjuarësi. Pse? Zjuarësia ka strategji, dinakria ka jo zjuarësin. Dhe për ata të cilët mendojnë Hilësin. Ha, bravo. Hilen. Kështu që Po te hilja ç'a ndodh? Nuk fiton kurrë. Është si puna e korrupsionit. Po korruptove, dikë do të thotë ke shkel ligjin. Jo ke shkel ligjin e korrupsionit, po ke shkel ligjin që të jepte ty të drejtë. Tani, referuar vjetra, ndoshta më shumë bisedave që kemi bërë bashkë, diku ke qelluar në parashikimet që ke bërë, po ndoshta ke dhe informacion edhe korrigush do të kemi zhvillime Vapa të 45 në institucionet e drejtësisë apo do presim shtatorin? Shiko, Vapa do jetë shumë e nxehtë, besoj se do jetë stinë e nxehtë, më duket se do jetë diku tek 45 gradë, apo lejot apo jo, 50 gradë, jo. Po shiko, unë kam një tmerr tjetër që është Vapa është më e tmerrshme, është ajo që bëhet poshtë tavolinës. Kjo është Vapa më e tmerrshme, se sa Vapa e hapur, dielli, aktivitetet, konferencat. Dhe mendoj se në një moment të caktuar... Do të ketë marrëveshje të dakordsuara... Shiko, PS-ja PD-ja ka ndihmuar njëra tjetrën ndër vite. Dhe ajo që më vjen keq për PD-n është që ka qeverisur vendin më pak se PS-ja dhe bie gjithmonë në një situatë shumë të keqe dakordësie me PS-n. Dhe prandaj PD-ja nuk ka arritur kurrë të marrë elektoratin e vet politik ndër vite, që ka mundësi ta bëjë këtë gjë. Dhe ka ngelur një parti e cila akuzohet për të gjithë ato dëmët që i ka shkaktuar Partia Punës dhe kjo ka qeverisur në kohën e tranzicionit. Sepse ne jemi mësuar që mos t'japim dorëheqjen edhe dorëheqjen ta quajmë dobësi. Në fakt, unë pyetje nuk isha për institucionet e drejtësisë, meqense fokusin... Jo, thash parashikimin. Pra nuk... Jo, parashikoj që ka VAP poshtë tavolinës. Qartë.
Zhlimat, falenderoj. Faleminderit. Për protestën e zhvendosur në SPAK, vëmendjen publike të zhvendosur në SPAK dhe jo vetëm diskutua me Gylsen Zhlimën, avokat, ju falenderojmë për vëmendjen.